Si duhet ta kuptojmë? Pra nuk importohet më mish nga Brazili. Si ta kuptoj këtë konsumatori shqiptar i cili deri më tani e ka konsumuar këtë mish? Deri tani e ka konsumuar jo vetëm për hir të vërtetës, jo vetëm konsumatori shqiptar, por dhe konsumatori europian. Dhe konsumatori shqiptar, Ministria e Bujqësisë është kujdesur që në 2006 që të marrë mish, të lejojë eksportin e mishit vetëm nga stabilimente të audituara nga BE. Në fakt, unë ja u thash, ngarkesa mikrobike, përdorimi i antibiotikëve, shpesh herë edhe në mënyrë për të parandaluar, jo në fakt për të luftuar baktere të ndryshme, ka bërë që ngarkesa mikrobike të jetë, por jo domosdoshmërisht mishi, që është aktualisht në treg, është i prekur, por kjo në fakt bën që shteti ynë të ketë kujdes në disa gjëra. Duhet filluar së pari, ndoshta, me qënë se kjo barrierë është vendosur deri në 3 shtator, ne mund të kemi një mbingarkesë të tregut me mish Brazili. Pra, të kemi një furnizim. Dhe ajo që mua më duket shqetësuese, a do jetë në gjendje autoriteti kombëtar i ushqimit që nga një furnizim i tillë, pra më i madh se sa zakonisht, a do jetë në gjendje të garantoj konsumatorin shqiptar për sigurinë e këtij mishi? Pra, a ka kapacitete laboratorike të mjaftueshme për të rritur frekuencën e analizave laboratorike, jo vetëm të antibiotikut, por edhe të ngarkesës mikrobike, edhe të hormoneve që përdoren për rritjen e masës trupore. Dhe ky është një shqetësim më vete. Pjesa tjetër, AKU-ja duhet të dilte, do më thënë deri në këtë moment, dhe Ministria e Bujqësisë të shikonte se në fakt sa është rezerva e mishit. Mishi që është importuar dhe që është në Shqipëri, çfarë ndodh me të? Eksaktësisht, dhe duke parë që BE-ja është kaq e kujdesshme, duhet që autoriteti, përveç kësaj pjesës, që në fakt duhet përshëndetur, është një nismë shumë e mirë, duhet që Ministria të detyronte autoritetin kombëtar të ushqimit të bënte një plan monitorimi të gjithë sasisë që ndodhet aktualisht në treg. Pra të merreshin mostra për analizë, të dërgoheshin dhe të garantonte konsumatorin shqiptar që sasia që është gja aktualisht në magazina është e sigurt. Por ajo që ju thash, nga ana tjetër duhet të garantoj çdo ngarkesë të merret mostër për çdo ngarkesë që mund të vijë deri në datën 3 shtator nga Brazili. Sepse neve sot jemi në datën 11-12, domethënë kemi dhe rreth 20 e ca ditë që unë thash tregu mund të mbingarkohet. Por kjo do sjelli në pa, Ministria nuk e ka bërë këtë gjë, sepse kjo do nxjerrë në pa problemet që në fakt ne kemi me standardet e kontrollit sipas BE-s. Dhe në qoftë se ne sot, mishi kryesisht vjen mishi ngrirë dhe vjen me anije, vjen në portin e Durrësit. Mishi që vjen në një temperaturë -18 gradë. Dhe në qoftë se kjo temperaturë kujdeset, pra për ta sqaruar konsumatorin, të gjithë këto kontenierët kanë një pajisje që quhet taograf, e cila mat temperaturën gjatë gjithë rrugës, që ajo të jetë -18 gradë. Si merret mostra në Shqipëri? Pra, në pikën e inspektimit më të madhe sot që kemi në Shqipëri, kufitare të portit të Durrësit, ne nuk kemi kapacitete frigoriferike për të garantuar të njëjtin termik, se nëse kjo temperaturë ulet dhe me 2 gradë, ajo bëhet objekt i tani që temperaturat janë kaq të larta, kontaminimit nga patogen të ndryshëm. Këtë duhet ta thotë Ministria e Bujqësisë. Unë ju garantoj që në portin e Durrësit nuk ka ambiente frigoriferike që do të garantonin marrjen e mostrës sipas standardeve dhe dërgimin e saj në laborator. Përveç se nuk kemi kapacitete frigoriferike, laboratori i SUVI që kryen këto analiza është në Tiranë dhe e di me çfarë mjetesh dërgohet e merr inspektori dhe sjell në Tiranë me frigobokset që ne shkojmë në plazh. Pra, mos garantimi i një regjimi termik të caktuar për një mostrë, për një produkt ushqimor të caktuar, pa mundëson në fakt kryerjen e analizave sipas standardeve, ose e them ndryshe komprometon edhe këto analiza sa do i akredituar të jetë analiza apo laborator. Doktore, sikur Bashkimi Evropian të mos e kishte kryer këtë audit, çfarë do të thotë? Që ne do vazhdonim të konsumonim, pra dua të them, bëhet kontrolli mjaftueshëm në pikat kufitare apo mjafton dokumenti origjinës që vjen nga Brazili dhe merret e mirëqen që ky është një mish që plotson standardet? Atëherë, normalisht jo për të gjitha ngarkesat merret mostër për analizë. Sepse çdo produkt që hyn me origjinë shtazore është i shoqëruar me një certifikat veterinare e cila
përcakton qartë që ky produkt nuk është i prekur nga antibiotik, nga smundje, nga të tjerë. Rast pas rasti, pra, duke bërë vlerësimin e riskut për produktet, që do të thotë Brazili ka qenë importuesi më i madh, pra ne kemi importuar shteti që importonin më shumë, pra ka pasur volumin më të madh të sasisë të mishit. Dhe rast pas rasti ka pasur raste me listeria, me patogen të ndryshëm. Me listeria, neve kemi pasur rastet janë të shfaqura vazhdimisht në media. Shteti ynë duhet të kujdesej që dhe frekuenca e analizave për këto dhe frekuenca e kontroleve, jo vetëm në pikën e inspektimit kufitar, por edhe gjatë procesit të tregtimit të ishte edhe më, si të është dhe me fort dhe mekanizmat e kontrolit të funksiononin pak më mirë.